Harri Bajraktari është një nga shqiptar-amerikanët më të njohur, ka qenë themeluesi dhe pronari i gazetës Iliria në shqip dhe në anglisht në fillim të viteve 90, njëkohësisht i investitor në real estate dhe ka një histori shumë interesante. Harri, kur ka ardhur në Amerikë? Në fror të 1970-s. 55 vjet përpara. 55 vite më herët. Nga cila pjesë e Kosovës? Nga vim nga fshati i Vranocit në rrethin e Pejs për Kosovë. Sa vjeç ishe kur erdhe? 13 vjeçar. Kur e bleve godinën e parë? Në vitin 77. 20 vjeç. 20 vjeçar. 20 vjeçar bleve godinën e parë. Sa godina ke pas në jetën tate? Kena pas me gjithë dajen zbashti, kena qenë një 75 godina në New York. 75 godina në New York? Në New York. Pse e krijove gazetën Iliria? Ishte për të ndihmuar Kosovën, për të ndihmuar Shqipërinë dhe trojet shqiptare. Sa president Shëbaz ke takuar për çështjen e Kosovës? Kam takuar Bushin e parë, Clintonin, Bushin e dytë, Biden dhe kam takuar Trumpin. Trumpin e ke njohur vetë? Jo personalisht, kam takuar disa herë para se më qenë president, edhe një herë kam takuar kur u bë president herën e kaluar. Më thej që kishe ëndër të blije buildingun ku shkove, ëndrën e dytë kishe pavarësinë e Kosovës, dyja ndodhen. Tani çfarë ëndre ke? Tash ëndra ime është Kosova me qenë pjesë e NATO-s, edhe Kosova mes munda, edhe ëndra ime se trojet shqiptarët janë zbashti. Por, kisha me thonë se Shqipëria dhe Kosova është interesant me ndaj kështu, me pas 2 vota në Kombët Bashkuar, 2 vota në NATO, 2 vota në Evropë. Se sa të kemi një të vetë. Absolutely. Shumë faleminderit. Faleminderit e ju, ju rrit dera.